RTS Korça shënoi 26 vjetorin e krijimit me një mbrëmje të veçantë, ushtuar punës dhe kontributit të 10 punonjësve që ndër vite kanë qenë pjesë e këtij institucioni. Në këtë përvjetor u vlerësua edhe vetë RTS Korça me çmimin Grand Prize nga Albanian Excellence, në shenjë vlerësimi për kontributin e saj në informim dhe në jetën publike e kulturore të rajonit. Sot 26 vite nuk është vetëm një numër, është kujtesa e Korçës. Është historia njerëzore e këtij komuniteti, e këtij metropoli të madh, që quhet Korçë. Është koha për të kthyer syt mbrapa që të shkojmë mirë përpara. Do ndajmë bashkë atë që ka kaluar si sukses dhe vizionin për sfidat që na presin. Gjatë mbrëmjes u ndan gjithashtu certifikata mirënjohjeje për figura që kanë dhënë kontribut të rëndësishëm ndër vite në RTS Korça, mes tyre ish drejtori Anesti Tili, ish kryeredaktoria Irena Karamelo dhe ish teknike e montazhit Raimonda Gjoga. Ishin djemtë dhe vajzat që me vrulin, me dashurinë, me pasionin, me shpirtin e madh korçar pranuan të inkuadrojnë në një ende, jo vetëm time, po dhe të tyre të fshehur brenda shpirtit të tyre, dhe ne arritëm ta bëjmë atë studio të vogël, një studio dinjitoze dhe një shkollë të vërtetë të gazetarisë edhe shqiptare. Faleminderit për vlerësimin dhe respektin, po faleminderit të gjithë juve që kemi punuar bashkë kaq e vite. Faleminderit Korçës që më kanë ndjekur dhe unë jam përpjekur që ta kënaq me ato mundësi dhe me punën time. Në këtë mbrëmje morën pjesë personalitetet e jetës publike, përfaqësues të institucioneve, ish punonjës të RTS Korçës dhe të ftuar të tjerë, duke e kthyer përvjetorin në një moment kujtese dhe vlerësimi për historinë e këtij institucioni mediatik.